Me prish një nuse me një burë të vetin është ma ketë se me prish qabën. Me prish një martes është ma ketë se me prish qabën. Mos harroni këtë punë dhe të ketë kujdes. Vjeri qka folë të djali vetë për nusën e djalit të vetë. Vjera qka i thot djalit të vetë për nusën e vetë. Nuk i tregon çdo i mësim me laçi me kon ajo nuse. Nëse nona çdo ditë i flet djalit të vetë keq për nusën e vetë, kom i plas filmi një ditë. Me laçi me kon buri, dhondri. Nëse gjisha për ditë i flet qikës e vetë keq për djalin e vetë apo për vjerën e vetë, kom i plas një ditë filmi dhe kom u prish ajo martesë. Ti që e bon e ketë, e ke marrë rolin e iblisit, ke bo punën e iblisit. Ani se ti njeri je, ama ti e ma shejtan se shetani këto. Si të prish trivin prej trejes, i të do burin prej grus, i të do djalin tënd prej rejes tënde, i të do birin tënde prej dhondrit tënd. Dhe ti ma iblisi në këtë rallë. Ti s'dështë as do në mi da, ama kur flet keq vazhdimisht, një ditë do të flasë filmi, do të prishet rendi.